Ndonëse është arritur marrëveshje për resorët mes kryeministrit Kristian Mickoski, bashkryetarëve të Vlenit dhe Lëvizjes Nam, për atë se kujt do t'i takojnë dhe kush do të udhëheqë me ministrit. Mickoski deri nesër në orën 20 është në heqje zgjedhore, pasi tha se vendimet për kuadrët do të publikohen nesër në mbrëmje, pas seancës së Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMN-s. Ne nuk kemi biseduar për zgjidhje personale për emra, parimisht kemi marrëveshje për resorët. Unë më herët kam thënë se derisa të përfundoj seanca e Komitetit Ekzekutiv të partisë, nuk do komentoj as resor e as emra. Prisni deri nesër rreth orës 20. Opinioni publik do të informohet në detaje. Deri nesër në orën 20 nuk do të komentoj as resorët e as zgjidhjet personale, derisa të mos përfundoj seanca e Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMN-s. I pyetër se kur do të ketë informacione për ndryshimet në nivelet e tjera, Mickoski tha se këto aktivitete do të vazhdojnë nga shtatori, pasi siç tha, këtë muaj është planifikuar rikonstruimi i qeverisë dhe po ashtu është parashikuar ribalancimi i buxhetit. Sipas tij, kuvendi në gusht është në pushim, prandaj tha se aktivitetet do të vazhdojnë nga shtatori e tutje.